Horoskopi ditor, e hënë, 20 tetor 2025. Dashi. Më 20 tetor 2025. Energjia juaj e zjarrt e Marsit përputhet me shpirtrat sipërmarrës, duke ju shtyrë drejt lëvizjeve të guximshme në karrierë. Është një ditë ideale për të vendosur qëllime ambicioze. Megjithatë, shmangni impulsivitetin, planifikoni hapat tuaj dhe konsultohuni me kolegë të besuar. Sa i përket marrëdhënieve, Venusi ju ofron një shans për lidhje kuptimplote. Shprehni dashurinë hapur, pasi të dashurit do të përgjigjen pozitivisht. Financiarisht mund të lindë një mundësi e re, duke premtuar përfitime afatgjata. Qëndroni vigjilent dhe kapeni momentin pa hezitim. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike për të shfrytëzuar vitalitetin dhe për të ruajtur ekuilibrin. Një regjim i ri fitnessi mund të sjellë motivim të ri. Në çështje shpirtërore, meditoni për të sqaruar qëllimet tuaja. Shoqërisht, lidheni me miqt për ndërveprime ngritëse, duke ushqyer lidhje që sjellin gëzim. Çelësi sotëm është arritja një ekuilibri harmonik midis ambicies dhe maturisë, duke lejuar që kreativiteti juaj natyror t'ju udhëheqë përmes çdo sfide që mund të lindë. Demi. Sot energjitë toksore ju ftojnë të përqendroheni në stabilitetin dhe rehatin në jetën tuaj personale dhe profesionale. Është një ditë për përparim të ngadaltë dhe të qëndrueshëm në vend të hapave të mëdhenj. Në vendin e punës, vëmendja juaj ndaj detajeve dhe këmbëngulja do t'i bëjnë përshtypje kolegëve dhe e prorëve. Megjithatë, sigurohuni që të komunikoni qartë për të shmangur keqkuptimet. Në frontin romantik, përqafoni butësinë dhe komunikimin e hapur. Demat beqar mund të tërhiqen nga individ krijues. Financiarisht, rishikoni planin tuaj aktual të kursimeve. Rregullime të vogla mund të japin rezultate më të mira afatgjata. Sa i përket shëndetit, kënaquni me disa praktika të kujdesit për veten për të rimbushur trupin dhe mendjen tuaj. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund t'ju ndihmojë të ndiheni të qetë dhe të relaksuar. Shpirtërisht merrni në konsiderat shënimin e ëndrave ose aspiratave tuaja. Kjo mund të ofrojë qartësi dhe drejtim. Ndërsa dita zhvillohet, mbështetuni në forcën dhe durimin tuaj natyror, duke i lejuar këto cilësi t'ju udhëheqin përmes çdo sfide me hir dhe qetësi. Binjakët. Shtrirja kozmike më 20 tetor 2025 thekson komunikimin dhe përshtatshmërinë. Është një ditë e gjallë për krijimin e rrjeteve dhe formimin e lidhjeve të reja. Profesionalisht, zgjuarësia dhe shkathësia juaj e shpejt do të shkëlqejnë. Kapni mundësitë për të shfaqur idetë tuaja. Kini kujdes nga shpërqendrimet, pasi qëndrimi i përqendruar do të jetë thelbësor. Në marrëdhënie, natyra juaj simpatike i afron njerëzit. Angazhohuni në biseda të thella për të ushqyer lidhjet. Beqarët mund të gjejnë romancë në vende të papritura. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rivlerësuar investimet. Sigurohuni që portofoli juaj të pasqyrojë qëllimet tuaja afatgjata. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi aktiviteteve që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen, si vallëzimi ose yoga. Të qëndroni të hidratuar është thelbësore për të ruajtur nivelet e energjisë. Shpirtërisht, zhytuni në të mësuarit e diçkaje të re që zgjeron perspektivën tuaj. Shoqërisht, rrethojeni veten me ndikime pozitive që inkurajojnë rritjen. Sot, natyra juaj e dyfisht ju lejon të lundroni në çdo situatë me lehtësi, duke i kthyer sfidat në mundësi për zgjerim dhe pasurim personal. Gaforria. Në këtë ditë, ndikimi i hënës rrit ndjeshmërinë dhe intuitën tuaj emocionale. Përdoreni këtë në avantazhin tuaj duke u përshtatur me nevojat e atyre që ju rrethojnë. Profesionalisht, qasja juaj empatike nxit punën në grup dhe bashkëpunimin. Kujdesuni për të mbrojtur energjinë tuaj, duke vendosur kufi sipas nevojës për të ruajtur fokusin. Në marrëdhëniet romantike, shprehni emocionet tuaja me ndershmëri. Cenueshmëria mund të thellojë intimitetin dhe besimin. Beqarët e Gafores mund të takojnë dikë që rezonon me vlerat e tyre thelbësore. Financiarisht, sot është e favorshme për buxhetimin dhe rishikimin e shpenzimeve. Konsideroni kursimin për planet e ardhshme. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi kujdesit për mirëqenien tuaj me një dietë të shëndetshme dhe pushim të mjaftueshëm. Një ditë në spa ose një seancë meditimi mund të rigjallërojë si mendjen ashtu edhe trupin. Reflektoni mbi udhëtimin tuaj shpirtëror, ndoshta duke përfshirë praktika të reja që përputhen me bindjet tuaja. Ndërsa dita zhvillohet, shfrytëzoni cilësitë tuaja të lindura ushqyese për të mbështetur veten dhe ata që doni, duke krijuar një ekuilibër harmonik në ndërveprimet dhe mjediset tuaja. Luani. Dita e re sjell energji dinamike që aktivizojnë karizmën tuaj natyrore dhe cilësitë e leadershipit.
Profesionalisht, dilni në qendër të vëmendjes dhe lëreni kreativitetin tuaj të shkëlqej. Idetë inovative mund të mahnisin një audiencë dhe të sjellin mundësi të reja. Megjithatë, shmangni lejimin që krenaria të erësoj punën në grup. Njini kontributet e të tjerëve për të inkurajuar respektin e ndërsjellë. Në romancë, shkëndijat fluturojnë duke forcuar lidhjet me partnerin tuaj. Beqarët tërheqin admirues me praninë e tyre magnetike. Qëndroni të hapur ndaj takimeve të reja. Financiarisht, sot është një kohë e mirë për të vlerësuar investimet tuaja. Ndoshta duke marrë parasysh diversifikimin më të madh. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitete konstruktive si sportet ose projektet krijuese. Mbajtja e një stili jetese të ekuilibruar është çelësi. Shpirtërisht, eksploroni aktivitete që ndezin pasionin tuaj. Kjo mund të jetë një seminar ose një tërheqje krijuese. Shoqërisht, angazhohuni me të tjerë që ndajnë entuziazmin tuaj për jetën, duke ndërtuar lidhje që janë si gjallëruese ashtu edhe mbështetëse. Sot, përqafoni shpirtin tuaj të gjallë, duke e lejuar atë t'ju udhëheqë drejt përmbushjes. Virgjëresha. Shtrirja kozmike e sotme ju inkurajon të përqendroheni në detaje dhe praktik. Në karrierën tuaj, aftësitë tuaja analitike dalin në pa. Është një ditë e përkryer për organizim dhe planifikim, duke vendosur procedura efikase që rrisin produktivitetin. Kini kujdes nga perfeksionizmi i tepërt, i cili mund të pengojë progresin. Bashkpunoni dhe ndani njohuritë tuaja për të nxitur një mjedis bashkpunues. Në marrëdhënie, natyra juaj e vëmendshme ushen lidhjet, duke ndihmuar në zgjidhjen e çdo problemi të mbetur. Virgjëreshat beqare mund të gjejnë biseda intelektuale që çojnë në interesa romantike të papritura. Financiarisht, shqyrtoni shpenzimet dhe identifikoni fushat për të rritur kursimet. Nga ana shëndetësore, krijoni një rutinë të qëndrueshme, duke i dhënë përparësi ushtrimeve të vazhdueshme dhe të ushqyerit të shëndetshëm, rinovoni vitalitetin. Konsideroni yoga ose pilates për të balancuar trupin dhe mendjen. Shpirtërisht, reflektimi dhe vetanaliza mund të zbulojnë shtigje të reja rritjeje. Sot, përqafimi i pragmatizmit duke ruajtur fleksibilitetin mund të transformojë sfidat në hapa përpara, duke krijuar një ndjenjë arritje dhe kënaqësie në të gjitha fushat e jetës. Peshorja. Është një ditë për kultivimin e ekuilibrit dhe harmonisë në ndërveprimet tuaja. Profesionalisht, përpjekjet bashkëpunuese lulëzojnë ndërsa aftësitë tuaja diplomatike kapërcejnë boshllëqet dhe nxisin konsensusin. Mund të lindin sfida, por aftësia juaj për të parë të gjitha anët ndihmon në zgjidhjen e mosmarrveshjeve në mënyrë miqësore. Në jetën tuaj personale, përqendrohuni në drejtësi dhe dialog të hapur me të dashurit. Çiftet duhet të përpiqen për barazi në partneritetin e tyre, duke rritur respektin e ndërsjellë. Beqarët mund të tërheqin partner potencial që vlerësojnë ekuilibrin dhe harmoninë. Financiarisht, synoni ekuilibrin. Balanconi të ardhurat me shpenzime të planifikuara me kujdes. Nga ana shëndetësore, merruni me aktivitete që nxisin ekuilibrin e brendshëm, siç janë meditimi ose tai chi. Mbani një dietë që ushqen dhe rigjallëron. Shpirtërisht, kërkoni përvoja që rrisin paqen e brendshme, si kalimi i kohës në natyrë. Shoqërisht, angazhohuni me njerëz që ju frymëzojnë dhe ju mbështesin, duke nxitur mjedise që pasqyrojnë vlerat tuaja. Sot, sharmi dhe empatia juaj natyrore hapin rrugën për ndërveprime kuptimplote dhe rritje personale. Akrepi. Energjia intensive kozmike e 20 tetorit 2025. Rrit pasionin dhe vendosmërinë tuaj. Përdorni këto tipare për të çuar përpara qëllimet personale dhe profesionale. Në punë, të menduarit tuaj strategjik dhe zgjuarësia shkëlqejnë. Përballuni me sfida drejt për drejt, por kini kujdes që të mos bëheni tepër sekret ose kontrollues. Në marrëdhënie, është një kohë e thellimit të intimitetit. Ndani emocionet tuaja dhe forconi lidhjet. Beqarët inkurajohen të ndjekin lidhje kuptimplote, që potencialisht çojnë në marrëdhënie transformuese. Financiarisht, është një ditë e kujdesshme për të hetuar mundësi të reja investimi ose për të konsoliduar burimet. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në forcën fizike. Stërvitjet rigoroze si artet marciale ose stërvitja me pesha mund të kanalizojnë energjinë tuaj pozitivisht. Praktikat e vetëdijes mund të ndihmojnë në balancimin e emocioneve tuaja. Shpirtërisht, eksploroni misteret e jetës për të fituar njohuri më të thella. Shoqërisht, lidheni me ata që stimulojnë intelektin tuaj dhe mbështesin ambicjet tuaja. Sot, përqafoni intuitën dhe qëndrueshmërinë tuaj të fuqishme, duke lundruar në botën tuaj me guxim dhe depërtim karakteristik. Shigjetari.
Energjia aventureske më 20 tetor 2025. Ndes dëshirën tuaj për eksplorim dhe të mësuar. Profesionalisht, bëni hapa të guximshëm në drejtime të reja. Të gatshëm të përqafoni përvoja të reja që mund ta çojnë përpara karrierën tuaj. Shmangni impulsivitetin duke bazuar entuziazmin tuaj në një planifikim të detajuar. Në marrëdhënie, hapja dhe ndershmëria nxisin besimin. Ndani ëndra dhe aspiratat tuaja me të dashurit. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ndan entuziazmin e tyre për jetën. Financiarisht, eksploroni rrugë të ndryshme. Investimi në ndjekje arsimore mund të sjellë shpërblime afatgjata. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete që kombinojnë sfida fizike dhe mendore. Të tilla si ngjitja në shkëmbinj ose një sport i ri. Të qëndruarit aktiv ndihmon në ruajtjen e niveleve të larta të energjisë. Shpirtërisht zgjeroni horizontet tuaja përmes udhëtimeve ose studimeve filozofike, duke hapur mendjen tuaj ndaj perspektivave të reja. Shoqërisht, lidheni me njerëz që sfidojnë dhe mbështesin botkuptimin tuaj. Sot, kanalizoni kuriozitetin dhe optimizmin tuaj natyror për të krijuar mundësi për rritje dhe përmbushje. Britsjapi. Natyra juaj e përkushtuar ndihmon në arritjen e qëllimeve afatgjata. Profesionalisht, përqendrohuni te stabiliteti dhe struktura. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të konsoliduar planet dhe për të bërë përparim të qëndrueshëm. Qasja juaj praktike vlerësohet si nga kolegët ashtu edhe nga eprorët. Shmangni të qeni tepër i ngurtë. Lini hapësirë për fleksibilitet dhe inovacion. Në marrëdhënie, jepni përparësi kohës cilësore dhe bisedave kuptimplote për të thelluar lidhje. Beqarët mund të takojnë dikë përmes punës ose aktiviteteve shoqërore që ndajnë vlera të ngjashme. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm i fondeve sot hedh themelet për sigurinë në të ardhmen. Konsideroni diskutimin e qëllimeve financiare me një partner ose këshilltar. Nga ana shëndetësore, vendosni rutina që promovojnë mirëqenien. Yoga ose meditimi mund të ofrojnë ekuilibër dhe të zvogëlojnë stresin. Shpirtërisht, praktikat e mbështetjes ndihmojnë në përputhje me vlerat dhe qëllimet personale. Shoqërisht, angazhohuni me individa ambicioz që frymëzojnë vrull përpara. Sot, qasja juaj e besueshme dhe e disiplinuar hap rrugën për sukses dhe kënaqësi të qëndrueshme në të gjitha aspektet e jetës. Ujori. Dita e re sjell energji inovative që rrisin origjinalitetin dhe shpikjen tuaj. Profesionalisht, merrni drejtimin në projekte që kërkojnë zgjidhje krijuese, duke frymëzuar ata përreth jush. Idetë tuaja mund të hapin rrugën për mundësi unike. Megjithatë, keni kujdes për perspektivat e të tjerëve dhe punoni në bashkëpunim. Në çështjet e zemrës, përqafoni lirinë dhe autenticitetin në marrëdhënie. Çiftet duhet të eksplorojnë aktivitete të reja së bashku, duke forcuar lidhjet. Beqarët mund të takojnë individ me të njëjtat mendime në mjedise jo konvencionale. Financiarisht, merrni në konsiderat investimet në teknologji ose sektor inovativ për rritje në të ardhmen. Nga ana shëndetësore, ruani ekuilibrin duke qëndruar aktiv dhe duke i dhënë përparësi shëndetit mendor përmes praktikave të vetëdijes. Eksperimentoni me ushtrime të ndryshme ose rutina mirëqenieje për të zbuluar se çfarë ju përshtatet më mirë. Shpirtërisht, angazhohuni në aktivitete në grup që sfidojnë botkuptimin tuaj, duke pasuruar kuptimin tuaj për veten dhe të tjerët. Shoqërisht, lidheni me individ të ndryshëm që zgjerojnë horizontet tuaja. Përqafoni shpirtin tuaj jo konvencional, duke lejuar atë t'ju udhëheqë drejt përmbushjes së rrugës suaj unike sot. Peshqit. Dita e re ju fton të zhyteni në botën tuaj të pasur të brendshme. Profesionalisht, besoni intuitës suaj. Ajo ju udhëzon drejt vendimeve që përputhen me vlerat tuaja. Përqafoni kreativitetin dhe empatin, të cilat rrisin punën në grup dhe zgjidhjen e problemeve. Shmangni të qeni tepër të ndjeshëm ndaj kritikave. Në vend të kësaj, mësoni nga reagimet për të rritur. Në përpjekjet romantike, kërkoni lidhje shpirtërore që ushqejnë shpirtin tuaj. Beqarët mund të takojnë partner potencial përmes interesave të përbashkëta ose ndjekjeve artistike. Financiarisht, sot është e favorshme për rivlerësimin e strategjisë suaj të kursimeve. Rregullime të vogla mund të çojnë në siguri më të madhe. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete që balancojnë emocionet dhe nxisin relaksimin, siç është noti ose akupunktura. Prioritizimi i shëndetit mendor rrit mirëqenien e përgjithshme. Shpirtërisht, zhytuni në praktika që rrisin intuitën tuaj, si shënimi i ëndrave ose meditimi. Shoqërisht, rrethojeni veten me individ mbështetës që vlerësojnë empatinë dhe kreativitetin. Përqafoni dhe mshurinë dhe përshtatshmërinë tuaj,
duke I lejuar ata t'ju udhëheqin përmes mundësive dhe sfidave të ditës. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.